Avion luftarak u ngritën për të shoqëruar një avion të mbushur plot me pasagjerë pasi një prej tyre kishte një emër të frikshëm të hotspotit Wi-Fi. Një alarm emergjencë u lëshua herët mëngjesin të njëjtës pasi fluturimi TK-1853 i Turkish Airlines u ngrit nga Stambolli. Avion luftarak nga Franca nxituan të ngriheshin në fluturim pas një alarmi reagimi të shpejtë. Stafeta ju dorëzua avionëve luftarak spanjoll kur avioni pasagjerëve hyri në hapësirën ajrore të Spanjës. Zyrtarët thanë se një kërcënim u zbulua ndërsa avioni kaloi mbi detin mesdhe në territorin italian. Sipas raporteve fillestare, një nga pasagjerët krijoi një pikë ndarjeje interneti Wi-Fi në bordin e avionit me një emër të frikshëm. Emri përfshinte frazën: "Kam një bombë, të gjithë do të vdesin", thanë drejtori i komunikimit të Turkish Airlines dhe autoritetet katalanase. Në atë kohë në bord ndodheshin 148 persona. I vënë në re menjëherë nga kapiteni, një kodë emergjencë u lëshua nga ekuipazhi i shoqëruar nga avion ushtarak. Avioni devijoi nga kursi drejt Barcelonës dhe u ul në aeroportin El Prat. Avioni bëri disa rrotullime para se të ulej në pistë në një pjesë të izoluar të aeroportit për të minimizuar kërcënimin ndaj avionëve të tjerë. Bagazhet e pasagjerëve u kontrolluan ndërsa ata u evakuuan dhe u shoqëruan në dhomën e emergjencave në aeroport. Ekspert për çmontimin e bombave dhe qenuhatës nga policia Gardës Civile të Spanjës kontrolluan avionin, por nuk gjetën asgjë në bord.